Mirë mbrëma. Nëse doni të bindeni se SPAK funksionon në regjinë e kryeministrit, shikoni çfarë do donë nesër. Ish dyshi dhe dyshi varen në të njëjtin ditë për fatin e tyre politik. SPAK nesër do të mirëpres Belina Ballukun, ndërkohë që po nesër gjykata kushtetuese do të vendos për Erion Veliajn nëse shkarkimi i tij është i ligjshëm ose jo. E thonë më qartë, drejtësia e re ka një bashkë veprim me agjendën e kryeministrit në mënyrë perfekte. Kur i duhet Ramës për dubluar një lajm, ata janë të gatshëm të caktojnë vendimarrjet në një ditë ose seancat në një ditë. Nesër tek kolegët e Veliajit dhe kolegët e vet zbarkon Belinda Balluku. Në rast se Altin Domani, motra e Belina Ballukut i thriste shefja, ajo që drejton në vettingun, nesër një vartës si Altin Domanit ka vendosur ta thras Belina Ballukun. Në fakt, mediat kanë raportuar se për çfarë tret, megjithse raportimi nuk është i plotë. Zonja në fjalë e bukur natyralisht, siç dhe vetë shprehet, ka disa dosje, janë disa foto që janë rikthyer, nuk është çështje telefonash, është çështje pentitësh. Është e vërtetë që Edi Rama e ka kërcënuar prokurorin Premçi nëpërmjet telefonit të Ulsimanës. Aq sa që është e vërtetë që prokurori kanë përshtypjen e ka vendosur në dieni Edi Ramën se çfarë ka në telefonat e Evis Berberit ndërmjet tij dhe Belina Ballukut edhe për Edi Ramën, edhe për aeroportin e Vlorës, edhe për tunelin e Llogaras, edhe për Thuman Kashar. Në fakt, çfarë ka 13 vjet të pushtetit e Belina Ballukut për të dhe për Edi Ramën. Pavarësisht se do të mundohen ta sfumojnë, do të mundohen ta dublojnë, telenovela e Belina Ballukut sapo ka filluar. Dhe nëse Arben Ahmetaj, siç thot, nuk kisha ndarë gjë me Edi Ramën dhe mua mund të më bënte kokë turku pa e kërcënuar ose pa e shantazhuar. Nëse Erion Veliaj nuk mund ta shantazhonte Edi Ramën sepse familjarët i ka jashtë, Belina Balluku duket se qartësisht mund ta shantazhojë Edi Ramën. Është rasti i vetëm kur Edi Rama e kërcënon SPAK-un për dikë që ai e merr nga qeveria Rama ose për dikë që Rama mund thoshte ka ngrënë dardha pas shpinës. Duket se dardat i kanë ngrënë ball për ball të bashk. Prandaj Edi Rama për herë të parë, duke ditë shumë mirë se me ligj çdo telefon i çdo prokurori të SPAK-ut është në përgjim, pra çdo bisedë regjistrohet edhe me familjar, edhe me të afërm. Edi Rama guxon dhe e shantazhon prokurorin e SPAK, i cili i ka prerë një fletë thirrje Belina Ballukut, kuptohet si person nën hetim për aq kohë sa e ka ftuar bashkë me avokatin. Prandaj po ju them, çfarëdo që thon mediat, çfarëdo porosie të marrin nga SPAK, çfarëdo porosie të marrin nga zyra e shtypit e kryeministrit, çfarëdo pagesash të marrin nga zyra e zëvendës kryeministrit. Telenovela e saj vetëm sa ka filluar, dhe ndryshe nga rasti Ahmetaj, ndryshe nga rasti Veliaj, ndryshe nga rasti Koka, i cili ai ka familjarë të jashtë, ndryshe nga rasti Ilir Beqës, ndryshe nga rasti i Manastërliut. Rasti i Belina Ballukut është rasti Edi Rama. Pra, nesër në SPAK fizikisht është Belina Balluku, por ligjërisht është Edi Rama. Në pjesën e parë do të flasim për fatin e Belina Ballukut, de facto për fatin e Edi Ramës, dhe në pjesën e dytë do të flasim për fatin e Erion Veliajt, që nuk lidhet me fatin e Edi Ramës. Të ftuar kam Jonida Sheun, Jonida mirë mbrëma. Andri